shkencore ndërkombëtare Ibrahim Rugova, shkrimtari, intelektuali, presidenti, e organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, mblodhi studiues, akademik dhe personalitete të shumta për të trajtuar jetën dhe veprimtarinë e Ibrahim Rugovës. Ai i takon atij brezi intelektualësh që kuptuan se liria dhe shteti ndërtohet jo vetëm me forcë politike, por edhe me ide, me kulturë, me durim historik. Në periudhë më të rëndë dhe më të ndërlikuar për Kosovën, ajo u shndrua në zërin e popullit tonë dhe në simbol të rezistencës pasore. Ky takim i përbashkët i dy akademive tona është jo vetëm një akt kujtese dhe nderimi në 20 vjetorin e ndarjes tij nga jeta, por dhe një dëshmi e vazhdimësisë së dialogut shkencor dhe kulturor mbarkombëtar, bashkëshqiptar, i cili mbështetet mbi figura që kanë ditur të bashkojnë mendimin kritik me përgjegjësinë historike. Ky përvjetor i 20 i ndarjes tij nga jeta na mbledh jo vetëm për të kujtuar një personalitet historik, por për të reflektuar mbi një trashëgimi të shumëfishtë që fillon me formimin e tij si studiues i letrave dhe kulmon me rolin e tij si prinjës shtetformues. Kjo konferencë mbahet në 20 vjetorin e kalimit të Rugovës në Amshim, kohë e mjaftueshme për të vlerësuar shumëanshëm krijimtarinë dhe veprimtarinë e tij 40 vjeçare, si dhe trashëgiminë e tij kulturore dhe politike në Kosovë dhe në botën shqiptare. Në këtë konferencë u vlerësua roli i Ibrahim Rugovës si shkrimtar, intelektual i shquar, por edhe si udhëheqës politik e president historik i Kosovës. Pjesëmarrësit diskutuan mbi kontributin e Rugovës në kulturë, letërsi, diplomaci dhe në proceset shtetformuese të Kosovës, duke theksuar rëndësinë e trashëgimisë së tij për brezat e ardhshëm.